duhet t'i kesh dëgjuar, nëse si ke dëgjuar, dëgjoj që me vetë gojën e komisionerës së zgjerimit, që ishte edhe këtu në Shqipëri, Europa thot, deri në 2027 duan të mbyllim negociatat me Shqipërinë. Kjo nuk ka bërë vaki ndonjëherë. Negociata 3 vjet nuk ka bërë vaki ndonjëherë. Malizi, me cilin ne jemi krah për krah, ka që në 2012 që i ka hapur negociatat. Dhe nuk ka hyrë akoma dhe ne e kemi arritur dhe jemi krah për krah. Dhe ideja është që Shqipëria dhe Malizi të hynë në Bashkimin Evropian. Serbia që i ka hapur negociatat në 2014 është mbrapa nesh tani. Nuk ka shans që të hyjë me këtë mundësinë e parë. Tek mundësia e parë jemi ne dhe Malizi. Në 11 maj ne e ndajmë të punë. Nëse ka një votë plebiscitare për të hyrë në Europë, do t'jetë shumë më e lehtë për ne. Këtë ditë ju them unë juve. Dhe ne mbarojmë negociatat në 2027. Dhe duhet të vrapojmë. Nuk duhet të ndalemi asnjë sekondë, jo më të luhatemi nga do t'i bim. Majt as djathtë, jo më do t'i bim drejt. Dhe prandaj je i majt, je i djathtë, bjeri drejt. Shko drejt, te fleta votimit e ke drejt. Mund mes e ke numrin 5, Partinë Socialiste, Edi Rama dhe gjithë kandidatët atje. Vëre shënimin te numri 5, vëre dhe një shënim te cila do nga kandidatët, ose nëse s'do asnjë puna jote, por ama tek 5-a, vër shënimin dhe jemi në rregull. Jemi në rregull dhe pastaj detyrimi jonë dhe imi është të t'japim pasaportën e BE-s, Shqipërisë dhe ty. Pse nuk e ngre rrogën mesatare? Për 12 vjet asgjë nuk e bë për popullin. Shqip Greqinë e mëso. Unë të shoh Greqinë të mësoj, për 12 vjet asgjë, po ja thash dhe më përpara. Paga mesatare në sektori publik ka qenë 372 euro kur ka marrë detyrë. Sot është 1000 euro në sektori publik. Në sektorin e përgjithshëm, bashkimi i privates me publiken, ka qenë 322 euro, sot është 830 euro. Si nuk është ngrit? Është ngrit që të shkeme atë punë. Si nuk është ngrit? 2 fishe gjys, si nuk që ka ngrit? Çfarë ti shoh Greqisë? Nuk e shoh fare Greqinë unë, përkundrazi, Greqinë shive ti edhe kupto që Greqia ka një avantazh ndaj nesh, siç kanë gjithë vendet e Bashkimit Evropian që ka një buxhet ekstra. Prandaj duhet futemi në BE. Prandaj duhen lënë prallat dhe duhet futur në BE, që të kemi dhe ne një buxhet ekstra. Atëherë, Dymdhjetë vjet në pushtet s'keni bërë një tren. Ne nuk bëjmë trena. Ne bëjmë hekurudha. Dhe hekurudha Tiranë-Durrës është drejt përfundimit, ndërkohë që janë një sër projekte tjera që janë pjesë e mandatit 4, sepse gjërat bëhen me radhë. Ne nuk kishim, o zotri, a ju kujtohet si ka qenë rruga nga aeroporti në Tiranë, apo e keni harruar? Ore nga aeroporti në Tiranë, a e mbani mend si ka qenë rruga nga aeroporti në Tiranë? Ne nuk kishim rrugë për të shkuar në aeroport. Çfarë më diskutoni tani? Hekurudha. Ne s'kishim rrugë të shkojmë në aeroport. Ne kishim buxhetin grop. Kompanit ishin rrinin me i këmbë si gjysma gjela, sepse nuk i kishte paguar më qeveria për kontrata. Qindra miliona euro borxhe. Çfarë po më thu tani nuk bëti tren? Ne hekurudhat i kemi nisur. Edhe do t'i bëjmë, sepse kemi marrë edhe financime nga Europa, nga bankat europiane për këtë punë. Por duhet të futemi në Bashkimin Evropian, zotri. Duhet të futemi në Bashkimin Evropian që të kemi një buxhet ekstra. 1 miliard e ca kemi marrë ne nga BE-ja mbështetje në këto vite, 90% kredi. Nëse futemi në BE kemi 1 miliard çdo vit dhe është 90% grant, jo kredi. Pra, granti është para që janë për ty dhe nuk ke asnjë borxh që ti kthesh. Kuptove?
çfarë të mbështesin? Llumin që i shkaktohet Shqipërisë në 12 vjet apo turizmin cop? Ju duhet ikni të mos ktheheni për 50 vjet. Po, më fal, po, ti ku jeton? Se dakord, ku jeton? Domethënë llumi shkaktohet Shqipërisë të 12 vjet. Para 12 vjetësh Shqipëria ishte e kulluar. Turizmi cop këto 12 vjet, por para nuk e di. Kjo është. Kush nuk do të shikoj, është më i verbër se ai që ka probleme me shikimin. Kush nuk do të dëgjoj, është më i shurdhët se ai që ka probleme me dëgjimin. Kjo është. Kur do e sillin në Shqipëri të fillojnë njerëzit të investojnë, se me siguri duhet të jemi të fundit. Po pse duhet të jemi të fundit për shembull, apo se kështu e do ti. Do të jemi të fundit për investime në të gjithë Europën. Jo, më nuk jemi të fundit fare. Në përqindje në raport me veten dhe në raport me të tjerë, nuk jemi fare të fundit që ta dish. S'ka asnjë lloj programi, koha për t'i tregu vendin, Ardiani, s'ka asnjë lloj programi. S'kemi asnjë lloj programi këtu Ardian? Po mirë, futja në Bashkimin Evropian, për shembull, ty nuk të duket program fare, po ti mendon se në Bashkimin Evropian futesh pa pas program për çdo fush, me objektiva për çdo fush, të merr Bashkimi Evropian sepse i thu që zgjidhni mes meje dhe bufit kënetës? Jo, Mardia, jo. Përkundrazi. Megjithatë, edhe më e bukur është që ju që thoni s'ka program, juve kur ne flasim për program, nuk e shifni hiç, nuk e dëgjoni hiç. Si do më këmbë një ekonomi shqiptare që po shkon poshtë e më poshtë. Po, tani, unë mendoj që nëse ekonomia shqiptare do ishte duke shku poshtë e më poshtë, rrogat nuk do shkonin lart e më lart, punësimi nuk do shkonte lart e më lart, vlerësimet e institucioneve ndërkombëtare nuk do shkonin lart e më lart, Bashkimi Evropian nuk do të na i rriste shanset lart e më lart për të hyrë në Europë, mendoj unë. Por, natyrisht, ti mendon ndryshe sepse i përket një kampi tjetër, siç edhe e thu shumë qartë në mesazhin tënd, një kampi ku jetohet mes kënetës, edhe ku praktikisht fjalë e vërtet merret aroma edhe mendja pa mendje e kënetës. Ky është problemi. Okej. Besoj që jemi në kohë. Besoj që jemi në kohë. Dhe shpresoj shumë që të jemi kuptuar në ato pika që thash, për përsëris dhe njëherë, TikToku në smartphone është mbyllur. E kam informacion dhe e kam edhe si këshill, sugjerim për gjithë ata që do të dëgjojnë fjalën VPN falas, mos i hyni asaj rrugës, sepse VPN falas janë hapja e shtegut për të humbur të dhënat që keni në telefon, sepse hakerat janë aty gati t'ja u glëbërojnë të dhënat e telefonit. Dhe i them të gjithë prindërve, kujdes me telefonat, sepse në qoftë se fëmijët ju fusin VPN në telefon, ju morën qafë. Kujdes me telefonat, TikToku me VPN është hapje rrugës për hakerim. Okej? Falas dhe pastaj është një dardhë që e ka bishtin mbrapa shumë të madh. Shumë të gjatë. Faleminderit. Numrin 5 edhe